Reagojnë publikisht me anë të një letre autorët e shpallur fitues të konkursit të monumentit për 100 vjetorin e pavarësisë. Në njoftimin që Galeria Kombëtare e Arteve dërgon për shtyp, gjendet letra e plotë e 2 artistëve nga Myniu, të cilët tregojnë se kanë punuar mjaft kohë për punën e tyre, dhe ajo nuk është vjedhje ndonjë vepre tjetër. Letra e tyre i drejtohet Galerisë Kombëtare të Arteve, kryeministrit dhe këshillit ndërministror, duke sqaruar pozicionimin e artistëve fitues. Pas akuzave në mediat e ndryshme shqiptare në lidhje me projektin ton për monumentin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, me pretendimin se ne kemi kopjuar projektin, ndjehemi të befasuar nga këto akuza të pavërteta dhe në të njëjtën kohë hedhim poshtë në mënyrë kategorike ato. Pretendimet se zgjoja projekti ynë është kopje e skulptorit Richard Serra apo e Fate Velaj janë absolutisht të pavërteta. Artistët nga Myniu vijojnë më tej sqarimin e tyre mbi projektin fitues dhe shprehin keqardhjen për akuzat mediatike për vjedhje të idesë. Elementi kyç i idesë së monumentit ka qenë kulla shqiptare, e cila për dallim nga shekujt e tjerë të historisë tani hapet, duke nënkuptuar me këtë hapje çlirimin nga shtypja dhe pushtimi shekullor. Ne kemi investuar shumë kohë, mund dhe energji për të finalizuar projektin. Na vjen shumë keq që tani akuzohemi padrejtësisht se gjoja e projekti ynë është ide e kopjuar. Ne na vjen keq po ashtu që për shkak të distancës fizike gjatë kësaj kohe kemi qenë të përfolur në mediat shqiptare, pa patur as qasje dhe as mundësi reagimi për projektin ton. Konkursi për monumentin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë nisi me debate të mëdha nga artistët dhe arkitektët e njohur shqiptar, përplasje të cilat vijuan gjatë zhvillimit të tij, por të mbërritur në fazën finale të pas shpalljes së fituesve, kur debatit i bashkëngjiten edhe akuzat për vjedhje të idesë nga autorët e bocetit fitues.